Gjykata posaçme ka liruar nga burgu të vetmin të arrestuar për masakrën e Dobraçit të regjistruar me 30 tetor të vitit të kaluar në Shkodër, ku mbetën të vrarë Hamza Lici, Arlind Bushati dhe çifti bashkëshorteve Bashkime Flutura Basha. Bëhet fjalë për shtetasin Gjulio Vuksani, të cilit është ndryshuar masa sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Erion Çela. Gjulio Vuksani ishte arrestuar nëntorin e vitit të kaluar me urdhër të prokurorës Elida Kaçkini. Ai dyshohet se u ka siguruar autorëve automjetin tip Range Rover i përdorur në atentat dhe që u gjet me pas i djegur tek zona i Sherpartit ushtarak në fshatin Golem të njësisë Rrethina. Automjeti ishte grabitur në qytetin e Durrësit me 17 prill të vitit të kaluar. Nga këshyrja pamjeve filmike të kamerave të sigurisë ditën e atentatit, makina Range Rover ka dalë nga rrugica ku ka shtëpin Asmer Bilali, njëri nga hasmit kryesor të familjes Lici në Shkodër, duke u vënë nga pas benzit që drejtohej nga Hamza Lici dhe pasager ndollej Arlind Bushati. Dyshohet se shënjestër atij atentati mafioz ishin 23 vjeçari Hamza Lici dhe 32 vjeçari Arlind Bushati, të cilët prej e breshërisë e Kalashnikovit në momentin kur poltonin me një automjet tip Benz me targa kroate. Lici ndroi jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa Bushati pas disa orësh në spital. Ndërkohë mbeten edhe 2 viktima aksidentale, çifti Bashkim dhe Flutura Basha, të cilët poltonin me motor në momentin kur u përplasën nga automjeti me të cilin poltonin 2 viktimat e tjera. Flutura Basha ndroi jetë në vendin e ngjarjes, teksa bashkëshorti i saj Bashkim Basha mbeti plagosur rënd, por edhe ai nuk arriti dot të mbijetoj plagëve të marra, duke ndërruar jetë pas 4 ditësh në spital. Çifti Bashkim dhe Flutura Basha lanë pas 3 fëmijë, teksa në momentin e atentatit ata po ktheheshin pas pune për në banesën e tyre. Viktima Hamza Lici është vëllai Ibrahim Lici, i shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare për veprën penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, pasi dyshohet se autori vrasjes së Endri Mustafës në Shkodër me 15 maj të vitit 2021. Nga hetimet dyshohet se në automjetin me targa kroate të viktimave kanë qenë 3 persona. Kjo nisur nga fakti se në automet janë gjetur 3 armë zjarri, pistolet, po ashtu edhe gjurmë gjaku në sediljen e pasme, si dhe trupat e viktimave ishin nxjerrë nga makina. Personi i tretë dyshohet se ka qenë Ibrahim Lici, por kjo mbetet ende pa konfirmuar zyrtarisht dhe ai vijon të jetë ende në kërkim.